Edhe për faktin se kjo trashëgimi ngjall debat dhe vërtet ka diçka për të diskutuar. Mos harrojmë se shumë jo pak vite më parë ishte një debat i nxehtë medial midis dy mendjeve shqiptare, po u themi Kadares dhe Qosës, pikërisht për një trashëgimi pak të kanalizuar në aspektin e trashëgimisë otomane dhe të identitetit shqiptar, ndërkohë që në një rafsh më të gjerë, po themi vërtet kultura jon ka nevojë për një qasje kritike, apo jo? Personalisht mendoj që polemika ndërmjet Kadares dhe Qosës ka qenë përpjekja e fundit për ta marrë në kam botkuptimin stalinist për kulturën, si nga njëri si nga tjetri. Ata të dytë janë produkte të asaj mendësie dhe reprezentet kryesor të saj, secili në mënyrën e vet, por po të shikoni edhe trashëgiminë e tyre letrare, edhe të mendimit, dominohet nga një lloj autoritarizmi, nga një e vërtet të cilën ata e paketojnë dhe për cilën ata nuk lanë që të mendohet. Dhe mendoj që krahas kontributeve serioze që kanë sjellë në art dhe në kulturë, kjo mendësi dhe këta dy personalitete kanë bërë edhe dëm të konsiderueshëm sepse kanë bërë përpjekje që me autoritarizmin e tyre t'ia zanë frymen mendimit të lirë dhe ta imponojnë autoritarizmin e tyre si e vërteta finale. Personalisht po ashtu mendoj që mënyra më e mirë për ta çliruar mendimin nga autoritarizmi, nga dogmat, është që të përqafohet koncepcioni i Karl Popperit për pluralizmin kritik, pra që secili të ketë lirinë që të paraqet argumentet e veta për një çështje që diskutohet, mjafton që ai të ketë një spektër të argumenteve dhe ato t'i prezantojë në mënyrë të lirë, ashtu si ati ja merr mendja, dhe mandej publiku në mënyrë po ashtu të lirë mund të merr atë që e shet të përshtatshme.